Zomën gjithë e pi kafën me miqë të LDK-s edhe vetëvendosës asnjë. Rrallë në vetë LDK-s. Nuk po merë, nuk kemi armish. Amo e thamë, gjithë e thamë, po mendoj që jemi këtu me një pikë që po jeton gjithë. Atë shumë kanë polarizuar sa që nuk di. Vija të qenë të posë për qeverisë, na për komuna e po më kush që ka ko, vija të kuqe. Që njerëzit të rritë për dashurohen e për marton vetë, se qësh polarizu gjendja, që për pasmos që ty në jame me misit, se ke zonë ku jenë vetë vendosë, ose në pëdëka, i këmora se së Denca është pikë me cilën partije. Nështë të këtë pokës banane kjo për mu për ma mërmene. Po t'inglën që sharo. Mos në arru një fakt, se përmenda dhe ma erët thash në fillim që po buhen zgjedhje, këj vit vesh me zgjedhje, s'di që po mojnë në men tjetër. Edhe mundet me qenë këgja rrezik i madh që seriozisht njerëzit që jenë të frustrum edhe mës me doli, hiq në zgjedhje. Plus të e pas parasysh është 28 dhjeturi, nuk jenë temperaturat edhe VV-ja. Vetëvendosja dhe nuk dolin njerëz me vëdhum. Unë jam parimisht gjithë them shumë është ma mirë dil vëta, krejt vëtoj bre, krejt vëtoj edhe atë shpollët e pavlefshme. Po të paktën që atë drejtë tënde është frytëzu. Mos me dalë me votu. Ndëshkoj e se dhe është ndëshkim. Pa morë parasysh. Unë është numri në rogë. është ndëshkim të nëse... Nështë jo që në i faktori fshatim, po e di që korame.